veten e kontrollon, për shembull ke bërë një ndeshje, po themi Tirana Partizani, po marrim një shembull. Ditën tjetër ti e merr ndeshjen për ta riparë veten, për ta kontrolluar veten. Unë çdo ndeshjen timen e shikoj 1 ose 2 herë. Një ose 2 patjetër. Dhe kontrollon veten. Dhe është e mira, përpara kam pas direkt mbas ndeshjes, tani sepse po ta shohësh ndeshjen direkt të nesërmen, ti përpiqesh ta mbrosh veten tënde, ti mbrosh vendimet e tua. Por nëse ti ndeshjen e shikon pas 3-4 ditësh, ti e shikon ndeshjen me syrin kritik. I ke gjetë vetes ndonjë gabim? Patjetër që po. I ke gjetë. Patjetër që po. Në një moment ti do të bëj një gjë ndryshe. Situata, kartonat verdh, ndoshta të munguar që ti duhet i kishe dhënë, ndoshta pozicionimet tilla që ti nuk e arritur aty ku duhet, ose këndi jot i shikimit nuk ka qenë i dur, ose pse ke gabuar, se kemi pasur raste që kemi shkuar edhe pranë varet që kena gabuar, dhe e gjitha mendoj që gabimet më të mëdha kanë ardhur nga mungesa e përqendrimit dhe motivimit që ti ke pasur në një rast një vendimmarrje. Diçka në stadium apo thjesht? Jo, thjesht në gjuhë ndeshje. Është një ndeshje e tillë për shembull që jo vetëm mund të jetë ndeshje e goxhari valizuese, po një arbitër kur jepet caktohet një ndeshje, e do një ndeshje që të jetë stadium, e do derbi ndeshjen apo e do qetësi? Mbaroj atë punën time. S'besoj se ka njeri. Ti e do presion. Un po s'pat ndeshja luftë sportive, tifozeri, ajo është arbitri. Do presionin domethënë, do tysh në një ndeshje ku ka presioni ose me adrenalin, duhet të kesh pak adrenalin, bravo, ka motivim ndeshje. Presioni është ndeshje që